Një 67 vjeçar nga Korça është kapur në dalje të pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, pasi kishte fshehur në trup $38.000 amerikan, të cilat nuk I kishte deklaruar. Kanë qenë shërbimet e seksionit për hetimin e krimit në Drejtorinë Vendore të Kufirit dhe Migracionit në Korçë, të cilët në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë, bazuar në informacionet e marra në rrugë operative në afërsi të stacionit policisë kufitare Kapshticë, kanë dalur për kontroll automjetin me drejtues 67 vjeçarin nga Korça. Gjatë kontrollit fizik, të shtetasi u gjetën të fshehura në trup $38.000 amerikan të padeklaruara. Mëtej gjatë kontrollit në banesë ju gjetën edhe €35.000. Burimet zyrtare të policisë bëjnë të ditur se shumat monetare u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve për këtë shtetas, u referuan materialet në prokurori për veprat penale, mosdeklarimi në kufi të hollave dhe sendeve me vlerë dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale.